Presidenti Amerikan Donald Trump bëri një deklaratë të fortë duke sugjeruar se Shtetet e Bashkuara janë pranë finalizimit të një marrëveshje armëpushimi midis Kievit dhe Moskës. Duke folur nga zyra ovale, Trump u shpreh se beson që kufijtë e marrëveshjes tashmë janë përcaktuar dhe se një traktat për ndarjen e territoreve po negociohet. Megjithatë, ai nuk dha detaje të qarta se cilat rajone mund të përfshihen në këtë marrëveshje dhe si do të zbatohet ajo. Trump theksoi se synimi kryesor i SBA-s është ndalimi i luftimeve dhe ruajtja e stabilitetit, ndërsa një faktor tjetër kyç është edhe zvogëlimi i fondeve amerikane të shpenzuara për ndihmën ushtarake ndaj Ukrainës. Po kërkojmë një zgjidhje që të ndalojë gjakderdhjen dhe të kursejë miliardë dollar të taksapaguesve amerikan, tha ai. Megjithëse Trump ka përmendur dhe më parë vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë, ai nuk dha asnjë koment kur u pyet nga gazetarët për këtë çështje. Në të njëjtën kohë, Ukraina ka kërkuar që në negociatat për paqe të përfshihet edhe Bashkimi Evropian, një kërkesë që deri tani është përfillur nga Shtëpia e Bardhë. Ende mbetet të paqartë se si do të zhvillohen më tej negociatat dhe cili do të jetë pozicioni përfundimtar i palëve të përfshira në konflikt.